Unë kam thënë disa herë, na jemi brez dhe udhkryqeve, I gazet lëtë sjellës, kur avu edhe ekzistenca jo në zgripin ekzistencial, dhe më thonë, brez kur nihilistat në kanë humbë dhe shpresën për të ardhmen, sepse ne jetonim faktikisht një sistem paralel jetësor. Jemi një brez stoik. Mendoj që ajo udhkryqi jetës, ato sfida, ato gjakime për jetën, na kanë formsu si njerëz. Na kanë bën njerëz me memorje të fortë, me ideale të forta, edhe me virtyte edhe orientime të mira. Ai brez pe udhëheq Kosovën në këtë kohë, faktikisht. Nuk do thotë që jemi ideal, ose më të mirë se ata doktor shkencat me libra trasha që kanë punu në për katedra, por vërtet e kemi një strukturë mentale, një dizajn ndërpsigjik shumë të formësum. Edhe unë llogaris të brez shpresdhënës edhe për brezin më të ri tani. E në atë kuadër informu edhe ne. Atëherë s'ka pas lojë me provime, s'ka pas lojë me parime, profesorët kanë qenë rigorëz, por na kanë glendë si shpatën e samurajt. E tash mendoj që jemi të përgatitëm për jetën, si jemi ideal, por mendoj që kemi me I dhanë kësaj shoqërie. Atë marrjen që e kemi bën, e thithjet për thithjet psikologjike të jetës, mendoj që kemi mundësi me I dhanë ti brezit të ri.